Kam kënaqësi të veçantë të jem protestë për ditë me profesorin, aktivistin edhe një nga flamingot më interesante të protestës, Ervin Goci. Më thua Ervin shkurtimisht çfarë mendon për protestën edhe për perspektivën e saj. Mendoj se protesta është duke mbajt vetën e vet. Është hera parë që njerëzit shesh nuk ka nevojë të incentivojë dikush ka jashtë, të thotë bëj këtë, a bëj atë, po ku ta diun. Dhe secili rri për arsyet e veta, gjen kohezion. Deri tani nuk i ka tutur njëri apo t'i ketë, si më thonë, intimidu njëri. Çka do thotë që kjo është, si më thonë, një farë kuraje, jo që tregohet në shesh, dhe është kuraje politike, sa nuk është se po bën luftë me urin, a kupton, po bën luftë me kryeministrin. Që do thotë, mendoj që kryesorja është kërkimi i dorëheqjes dhe ajo është besa në tekst dhe shqiptarët kur japin besën e mbajnë. Normalisht kjo është besa reale, kjo është besa që ka frikë kryeministri dhe që përpiqet të mbivendosë apo të tallë apo ku ta diun. Un kam një mendim. Vetëm një herë është rrëzuar qeveria dhe janë bërë zgjedhjet parakohshme në Shqipëri 1997 dhe atëherë me luftë. Ne kemi shansin historik që të rrëzojmë qeverinë me revolucion paqësor dhe ky shërbesi precedent edhe për brezat e ardhshëm. Prandaj kjo protestë nuk është vetëm masive, por është edhe historike. Që unë nuk e di çfarë mund të themi në fund. Jo, unë di theve dhe mi gjë. Përgëzoj ty, lëvizjen bashkë, mos a merr kështu si ndonjë kompliment egzageruar, po është shumë e rëndësishme të ulësh hundën, kuptosh vullnetin e popullit dhe të shkrihesh një protestë, të dëgjosh dhe thuash që ne nga kjo mund të marrim nesër spunte të re për të riformatuar, si më thonë, ato dëshirat tona, kërkesat tona dhe për të qenë alternativë politike. Se nuk ka, domethënë, gjë më humble, më modeste se sa të jesh në popull, të dëgjosh, marrësh pjesë dhe thuash nesër, nga gjithë kjo energji, unë do përpiqem modestisht të japi alternativën time. Mendoj që kjo është shumë e rëndësishme dhe kjo e ka ulë, si më thonë, klasën politike e ka ullë hundën dhe e ka bërë modeste dhe ka treguar që forca vërtet, energjia vërtet buron nga populli. Të falenderoj shumë Ervin edhe kështu në emër të modestisë dhe të kreativitetit ju bëjmë thirrje që çdo ditë i bashkoheni protestës qytetarëve, sa më të shumë të jemi, aq më afër do të jetë dita e ngavjimit përbashkët.